Mirë mbrëma dhe mirë se gjemë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita të drejt për drejt. Ekipi Provitës si çdo vit, tashmë 2 dekada, edhe si vjetë me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit realizon emision për të marrë ca këshilla se si të kemi një agjerim më të lehtë, më të shëndetshëm, por gjithë e dim se para se gjithash ne që agjerojmë për hir të krijuesit tanë. Do të thotë kemi edhe borxh agjerimin, por për atë se çfarë krejt duhet bëjmë gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, që njerit edhe në emër të ekipit të Provitës u urojmë dhe ju dëshirojmë agjerim të lehtë e të shëndetshëm. Me këtë rast ju prezantoj edhe me të ftuarin ton të sotëm, i cili tashmë është specialist internist. Kam nderin t'ua prezentoj si specialist internist është Dr. Benjamin Kamberi, i cili asnjëherë nuk heziton, ndonëse jo që s'ka punë, jo që s'ka obligime, por nuk më kthen asnjëherë kur e ftoj për të qenë bashkë me shikuesit, do thotë me ju, por edhe me ekipin e Provitës. Nderimet e mia, doktor, mirë se erdhe në Provita. Përshëndetje, çdo herë paraqet një kënaqësi të veçantë kur marrim ftesën nga ju, posaçërisht për në emisionin tuaj, kështu që në asnjë moment nuk, pavarësisht aktiviteteve tona të përditshme, asnjëherë nuk paraqet barr prezenca jonë në emisionin tuaj. Aq më pak në rastin kur ndoshta tani si një specialist i ri, ku për herë të parë në detyrën e specialistit lajmërohem në këtë studio dhe paraqet një privilegj të veçantë të jem sonte këtu me ju. Mjekësia familjare, gjatë gjithë kohës, do me thënë keni pasur pacient, jo vetëm në muajin e shenjtë të Ramazanit, por gjatë gjithë viteve derisa keni qenë mjek. Tani pak do të ju shfrytëzojmë që të flasim nga këndvështrimi një internisti rreth asaj se çfarë paraqet Ramazani në aspekt shëndetësor. Tham në fillim, kësaj radhe nuk do të hyjmë domethënë në detajet që kanë bëjnë me domethënë fen ton, me atë se pse duhet të agjerojmë, por duke marrë parasysh faktin se shumë qytetarë tanë, do nëse janë me smundje kronike, agjerojnë. Por duke konsultuar me mjekët, me të vërtetë i arrin qëllimit. Çfarë do kishte thënë për fillim të emisionit? Kështu, për fillim, thotë agjerimi paraqet një praktik të lashtë, e cila është e pranishme në shumë kultura dhe shumë fe të ndryshme, mbase. Një tërë të është edhe feja e ynë, po pa dashur ndoshta sonte që të hyj në aspektin fetar, për shkak se ju i takon komplet një lëmije tjetër dhe do t'ja u lë teologëve të bisedojnë me atë, unë do të ndalem se si e njëjta si praktik ndikon në sistemin gjithsesi në mirëqenien shëndetësore dhe në shëndetin e njerëzve në praktik kur ato e praktikojnë. Kështu që sonte do ta diskutojmë vetëm atë se si agjerimi në këtë rast ndikon në shëndetin ton nga këndvështrimi i mjekësisë interne. Do të kisha dashur neve në minutat që i kemi të bisedojmë se si ai ndikon në sistemin kardiovaskular, do të zemra jonë, se si ndikon në sistemin metabolik, se si ndikon të diabeti, se si ndikon të obeziteti, se si ndikon të sistemi tretës të mirëqenia psiqike, kështu me radhë. Do t'i kapim disa pika të cilat besoj se qytetarët do të kenë një huri më të mëdha se çka ndodh me organizmat e tyre kur ata agjerojnë dhe konkretisht cilat janë disa grupe të qytetarëve të cilat në aspektin shëndetësor mbase do të kishin qenë të liruar nga aktivitetet të tilla, nga angazhime të tilla për arsye të gjendjes së tyre ndoshta të cilën mund ta kenë më të rrezikuar. Atë fillojmë me atë se çfarë ndodh në trupin ton nga syfyri deri në iftar. Që pastaj të himi në këto detajet, besoj që kemi çfarë të dëgjojmë. Po, është shumë në periudhën kur neve agjerojmë, kur i evitohemi të ushqyerit, ndodhin disa procese shumë të rëndësishme ndoshta në organizmin ton, të cilat kanë në një farë mënyrë një efekt shumë pozitiv ndaj qelizave të trupit ton. Patjetër unë se nuk do ta mas pari do kisha dashur të tregoj se në periudhat e fundit, në kohët e fundit nuk është vetëm çështja e Ramazanit si proces i të agjeruarit. Shumë jemi të njohur ndoshta me rutinat e reja, rutinat e viteve të fundit ku e kemi atë intermittent fasting, të cilën ndoshta e përdorin bota perëndimore posaçërisht viteve të fundit,
për të arritur një balans të mirë shëndetësor. Ai bie që një farë lloj diete apo çfarë na e shëroni? Absolutisht, është një farë diete jo të gjithë mund ta kuptojnë. Ku personat, pavarësisht se cilës fe i takojnë, ndoshta jo për qëllime religjioze, ato i evitojnë të ushqyerit, gjithsesi i nënshtrohen urisë. Pse urisë? Për shkak se vetë fakti, vetë periudha në të cilën neve nuk konzumojmë ushqime të caktuara, produkte të caktuara, qofshin ata karbohidrate ose procese të ndryshme ushqyese, e angazhojnë organizmin tonë, angazhojnë metabolizmin tonë që të kryen disa procese të cilat do t'i elaborojmë me kalimin e kohës, se si ato ndikojnë në shumë qeliza, në shumë sisteme në mënyrë pozitive. Pastaj kemi edhe agjerime të ndryshme, qofshin ato 24 orësh, po ja ku është edhe agjerimi i muajit ton, muajit të shenjtë të besimit islam, agjerimi i Ramazanit, ku varësisht prej periudhave kohore kemi një periudhë ditore ku neve i evitohemi të ushqyerit. Konkretisht gjatë kësaj periudhe ku jemi, mbase dita jo edhe shumë e gjatë, përsëri ndodhin ca procese konkrete prej kohës së syfyrit, gjithsesi prej kohës Kur'an deri në periudhën e iftarit. Pikërisht duke filluar nga procesi i ngrënjes në syfyret në orët e hershme të mëngjesit, të cilat paraqesin pikë së pari në aspektin mental një disiplinë të re e cila mundohet organizmi, gjithsesi personi i cili ka vendosur të agjeron, më së pari në aspektin mental krijon një kulturë, një rutinë të re ditore me më shumë përkushmëri gjatë procesit ditor. Do që nga aspekti mental, ai do të qohet gjatë tërë muajit, do të jetë më i përkushtuar dhe pak më principial në mënyrat se si ai do ta kalon ditën. Kjo është në aspektin mental. Pastaj vazhdojmë me aspektet e tjera të trakteve të ndryshme të tjera. Për shembull, këtu e kemi edhe traktin digestiv, i cili fillon të nënshtrohet, do të aktivizohet në orë të hershme dhe gradualisht, me të drejtë, duhet që gradualisht procesi i syfyrit mos na zgjat vetëm 15 minuta ku neve do të ngopemi me një ritëm ndoshta shumë më të shpejtë të konzumimit të ushqimit ose të ujit, po në praktika duhet të jetë në një farë mënyre pak më e ngadalë, dikun të zgjatë deri në 30 minuta, që në etapa neve të konzumojmë një sasi të caktuar të ushqimit. Nëse e praktikojmë këtë, neve edhe traktin digestiv gradualisht nuk do ta maltretojmë shumë, po do ta adaptojmë për të funksionuar gjatë tërë ditës. Pastaj, kur në një periudhë kohore të caktuar, neve nuk konzumojmë ushqim, qofshin 8 ose më shumë orë. Në organizmin ton, trupi jonë vetë kërkon t'i harxhon rezervat, ndoshta të cilat neve i kemi konzumuar me ushqim, qofshin ato karbohidratet ose proteinet të cilat i kemi marrë në kohën e syfyrit kur kemi ngrënë. Dhe atëherë këtu organizmi ynë në tentativë për të kompenzuar të gjitha këto produkte, të gjitha këto materie të cilat neve i kemi harxhuar, ai atëherë fillon të bën një proces të cilën neve e quajmë ketos, dhe në këtë rast do të sqaroj pastaj në këtë rast për shkak se trupi merr yndyrnat e tona të cilat i kemi të deponuara në organizmin ton, qoftë ato në organet viscerale, qoftë në abdomenin ton, dhiamin të cilin e kemi të akumuluar, proceset metabolike ngadal gradualisht e rikthejnë në produkte energjetike, në produkte të cilat trupi do të funksionon me ata, dhe në përkthim i djeg gjithsesi neve i harxhojmë rezervat, i harxhojmë vjamrat, të cilat ndoshta gjatë vitit i kemi akumuluar në organizmin ton. Do të kemi edhe këtu një benefit shumë të madh në aspektin e mirëmbajtjes së peshës trupore, të cilat ta diskutojmë edhe pak më tutje. Nuk mund ta evitojmë edhe procesin e autofagjisë. Është një proces ku organizmi ynë, gjithsesi qelizat e tona mbrojtëse, i atakojnë të gjitha ato produkte, qofshin ato proteine të vjetruara në organizmin ton, ose qelizat të cilat nuk janë të zhvilluara mirë. Sistemi mbrojtës i organizmit ton në këtë rast fillon dhe i
i shkatëron në një farë mënyrë të gjitha ato qelizat të këqija, të cilat mbase me kalimin e kohës kishin mund të kalojnë edhe në qeliza kanceromatoze. I bie si detoksim, si pastrim i organizmit. Absolutisht i bie kjo është ajo autofagjia, të cilën populli e quan me pastrim, detoksifikim të trupit, ose më saktë vetë qelizat të cilat janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e sistemit imunitar tonin, janë më aktive, duke e pasur parasysh se proteinet e vjetra të cilat janë akumuluar ose qelizat të cilat nuk kanë mundur të zhvillohen mirë gjatë procesit të tyre zhvillimor, këta qeliza autofaget gjithësisht i asgjësojnë, i përpunojnë dhe i largojnë jashtë, nuk i lënë të zhvillohen në organizmin tonë, dhe me atë në ulin mundësinë për të zhvilluar mbase ndonjë sëmundje më të rrezikshme në të ardhmen. Si ndikon, doktor, tek gjeneratat e ndryshme, tek mosha e tretë, tek ajo e mesme, po edhe tek fëmijë? A mund të na bëni një sqarim që pastaj dalemi në ato këshilla për cilat i pres, që ata që janë me sëmundje kronike si të menaxhojnë gjithë këtë, domethënë, agjerim dhe pa ndonjë pasojë? Patjetër, pikë së pari është shumë e rëndësishme që personi i cili ka vendosur të agjerojë të jetë në një gjendje ta quaj relativisht të mirë shëndetësore. Nuk rekomandohet në asnjë mënyrë, pavarësisht grup moshës, nëse personi nuk gëzon shëndet të mirë, nuk rekomandohet që të nënshtrohet një stili të këtill të ushqyerit. Nëse personat, ndoshta kemi fëmijë ose persona të moshës rinore të cilat lëngojnë nga diabeti, ndoshta diabetes mellitus tip 1, dhe ata janë të obliguar që për ta mirëmbajtur nivon e glikozës në gjak, janë të obliguar të marrin terapi në formën e subkutane, të insulina, për ta mirëmbajtur një jetë kualitative, dhe absolutisht këta persona nuk rekomandohet të nënshtrohen etjes dhe uris, për arsye se dozat e tyre ditore në një farë mënyre ja përcaktojnë se sa herë ato, gjithsesi se sa më shpesh ato duhet të konzumojnë ushqime. Kemi persona që janë me diabet, por janë me diabet tabletar, ose me tableta. Ata mund të agjerojnë nëse, po ja këtu, prandaj them, juftuam që të na jepni ca detaje si ta menaxhojmë më mirë dhe të agjerojmë, domethënë nëse veç e kemi bërë një jetë. E vërtet, agjerimi, gjithsesi kjo mungese konzumimit për një kohë më të gjatë ndikon edhe në atë mënyrë që ndalon ndoshta prodhimin e insulinës në trup dhe e rrit senzitivitetin e qelizave për insulinë. Çka kjo nënkupton? Kjo nënkupton se kur insulina tajohet ndoshta më pak si rezultat i mos të ushqyerit të rregullt ose një periudhë pak më të gjatë, qelizat, gjithsesi receptorët të cilat janë përgjegjës për të marrë insulinën dhe për ta futur në gjak, këta janë më të ndihshëm dhe në atë rast më mirë funksionon e gjithë ai procesi i cili do të duhet t'i djegë të sheqerinat. Duke pasur parasysh se personat të cilat ndoshta kanë diabetes mellitus mirë të kontrolluar, në rast evitimi i ushqimeve të shpesha do të sjellë edhe benefite të mira tek ato për shkak se nuk e teprojnë me ushqimin dhe e kanë shumë më të kontrolluar. Gjithsesi rritet senzitiviteti i receptorëve për insulin dhe në atë mënyrë ata do të gëzojnë ndoshta një stabilitet më të mirë glikemik gjatë kohës, gjatë ditës të cilën do ta kalojnë. Por nuk duhet të nënkuptojnë personat të cilat ndoshta përdorin terapi insulinemike, nuk do të thotë se ata duhet me patjetër të agjerojnë. Çfarë mund ndodh me ta nëse janë zakonisht janë hipoglikemit, ato të bie domethënë sheqerin e gjak mund bie në nivele shumë të ulëta, saqë në mënyrë serioze e përkeçson gjendjen e përgjithshme të pacientit. Andaj personat të cilat kanë ndoshta terapi pak më agresive në tretmanin e sëmundjes së tillë, gjithsesi diabetit, nuk rekomandohet të agjerojnë ose duhet të agjerojnë në kontroll të rregullt të statusit të tyre glikemik, që mos të bie në hipoglikemi, gjë e cila do të kishte mundur ta rrezikon shumë jetën e personave në fjalë. Atëherë do e përformuloj ndryshe pyetjen. Kush duhet të
agjeroj nga këndvështrimi i mjekëve, në këtë rast të një internisti. Ne në Provita kemi pasur edhe teolog, shumë herë, çdo vit, cilët na kanë sqaruar cilat raste duhet, cilat raste jo, kush mundet, kush nuk mundet, dhe si mund të, domethënë, paguhet ai borxh për ata të cilët, domethënë, nuk mund të agjerojnë, por kjo thash është dhe i takon ekspertëve të asaj fushë ose teologëve. Ne sonte do flasim nga këndvështrimi i një... Po. Absolutisht, do të personat të cilat gëzojnë shëndet të mirë, duke filluar nga jo mosha e pjekurisë, nuk do kisha dashur të nënshtroj fëmijët. Po ja që edhe fëmijët agjerojnë? Çfarë është komenti mjekëve në këtë drejtim? Kemi fëmijë klasa 2, klasa parë, agjerojnë. Për një moshë të caktuar edhe do të kishim marrë ndoshta një dritë jeshile për të lejuar agjerimin të personat në fjalë, megjithatë në fazën kur ata janë në rritje, në fazën kur ata janë në zhvillim, qoftë ajo trupor ose hormonal, nuk rekomandohet shumë të evitohen të ushqyerit të rregullt, për arsye se ajo mund të ndikon në ngecjen e të njëjtës. Andaj fëmijët, po edhe nga njohuritë fetare të cilat unë i kam, nuk obligohen nështë në mosha shumë më të herta fëmijët të agjerojnë. Por ato fëmijë të cilat kanë arritur ndoshta një rritje të mirë, pavarësisht moshës të cilën e kanë, ato do të mund të nënshtrohen zakonisht në periudhat ja tash kur koha për të agjeruar është më e shkurtër. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye të kulturave familjare, ndoshta neve që i kemi në familjet tona të besimit islam, dhe çdo fëmijë jam i bindur se ka tentativat të tregohet se është rritur mjaftueshëm për të kryer një obligim të tillë dhe e shprehin interesim dhe shprehin guximin për të filluar të agjeruar. Agjerojnë fëmijët edhe me të vërtetë është kënaqësi kur dëgjojmë se kanë agjeruar dhe disi i urojmë. Është e vërtetë ajo, me kënaqësi i urojmë që kanë agjeruar. Domethënë, ndonëse me të vërtetë janë në moshën shumë të vogël, por nga ana tjetër na jepni ca këshilla si atëherë për këta fëmijë të cilët janë të vëjëgjel, domethënë që nga klasa e parë e dytë që agjerojnë, si ta përballojnë me lehtë. Çfarë duhet bëjnë në sifer dhe çfarë të hajnë në iftar? Jo vetëm fëmijët, vlen edhe për të rriturit. Po, është shumë e rëndësishme që vaktet e syfyrit, ushqyerja në syfyr të jetë kualitative. Të jetë mjaftueshme me karbohidrate, të jetë mjaftueshme me proteine, mos të jetë një ushqim me materie të cilat digjen shpejt. Mos të jenë ndoshta ushqime të cilat do ta ngacmojnë traktin digestiv. Mos të jenë ushqime me melmesa, me gjëra të cilat janë ndoshta më djegës për organizmin, nga që do të kemi probleme gastrointestinale. Duhet të rekomandohet të hahen lajthi, badema pagës, ndoshta që neve nuk i përdorim shumë në kohën e sodit, por janë shumë substanca të mira nutritive të cilat do të mund arat, për shembull, të cilat gjatë ditës do të mund gradualisht të lëshojnë energji të duhur që neve do të kemi ato nevojat e rezervat e nevojave trupore ushqyese, materieve ushqyese në organizmin tonë. Në këtë rast, fëmijët të cilët janë më të vegjël dhe kanë ndoshta këmbgulin për të agjeruar, është e mirë që t'ju shpjegohet se ndoshta një periudhë më e shkurtër do të jetë e mjaftueshme për ata për të agjeruar. Mbaj mend kur neve kemi qenë të vegjël, mbase deri në 10 ora na, deri një orë na. Tani ndryshojnë, tash ka ndryshuar. Po do të kishte qenë mirë, edhe pse kushtet klimatike ndoshta shkojnë në favor, tash janë më të freskët kohët, nuk mundsohet ndoshta dehidrimi shumë i madh i fëmijëve. Andaj, kur shifet se një fëmijë ka filluar gjatë ditës mos ndihet mirë, atëherë mos obligohet që të shkon deri në fund me procesin e agjerimit, por i njëjti të rehidrohet për arsye se është shumë një pjesë përbërëse, rehidrimi është një pjesë shumë e rëndësishme e organizmit, nga që mund të lëngojnë veshkët dhe i gjithë organizmin në fjalë. Shkojmë me sëmundjet kronike. Kështu, patjetër, sëmundjet kronike janë, hajde ta quaj, ndoshta problemi më i madh me të cilën neve hasim në përditshmëri, nga kultura e pacientëve që në të kaluarën çdo herë ndoshta janë nënshtruar këtij riti fetar, dhe tani kur ata kanë ardhur në një gjendje ku shëndeti i tyre nuk gëzon ndonjë harmoni shumë të mirë, ballafaqohemi me atë momentin se doktor, po duhet ta provoj, a ka mundësi unë t'ja bëjmë disi se kam dëshirë të agjeroj. Pacientët e cilët janë kronik, në terapi kronik,
nuk duhet të insistuar shumë për të kryer obligimet e tyre fetare. Për arsye se ata në masë shumë të madhe rrezikojnë gjendjet e tyre shëndetësore. Ata duhet ta kenë të qartë se mirëmbajtja e plot e shenjave të tyre vitale, qofshin ato nga sistemi kardiovaskular. Këtu e kemi të bëjmë me ndoshta rritjen e madhe të shtypjes, kardiomiopatit, aty ku zemra është e dobët dhe ku është e patjetërsueshme të merret terapie denjë në kohë, në orare të caktuara të ditës. Aty ku kemi ndoshta dëmtime të veshkave, pacient me dëmtime kronike të veshkave, pacientët të cilët e përmendëm paras diabetin, ato të cilët lëngojnë nga sëmundjet e sheqerit dhe janë në një farë mënyrë shumë rënd të kontrolluar. Kemi raste ku prapë po kthehemi pacient me hipertension të cilët me një pilul në ditë mirëmbajnë statusin e tyre kardiovaskular ose me një tablet antidiabetike mirëmbajnë vlerat e mira. Dhe në ato raste kemi favor nëse agjerojnë, por ata të cilat e kanë patjetër të konzumojnë 2, 3 edhe më shumë tableta gjatë ditës në kohra të caktuara, me automatizëm neve i rekomandojmë që të mos i nënshtrohen rritjeve fetare në këtë rast, jo për shkak se neve ndoshta kemi qejf të tillë, po është një rekomandim shkencor, një rekomandim i bazuar në fakte, ku mundohemi t'i asigurojmë një jetë më kualitative dhe më afatgjate, por edhe nga ato njohurit ndoshta bazike të cilat i kemi në fe, lejohen anashkallimet të tilla në raste kur rrezikohet jeta e njeriut. Në asnjë mënyrë. Rastet ekstreme po. Çka me ata persona që janë me sëmundje kronike, po me të vërtetë nëse konsultohen mirë me një mjek familjar, me një internist, me të vërtetë ja dalin. Çfarë janë ato këshillat, domethënë e juaja për këta persona? Ata zonë nëse janë përmendëm diabetin, me sëmundje kardiovaskulare, por nuk e kanë patjetërsueshme të marrin, domethënë, disa herë në ditë tableta. Si ti menaxhojnë, domethënë. Pastaj kemi ndoshta edhe sëmundje me HOPS për shembull. Me mushkëri, por nëse menaxhohet mirë, ja dalin. Ja dalin. Atëherë këto këshilla më praktike ju lutem në këtë rast, këto pacienta agjerimi është vetëm një benefit. Pse është një benefit? Ja ta marrin të sëmundjet kardiovaskulare, të cilat ndoshta janë shkaktari më i madh i vdekshmërive në botë, megjithatë agjerimi tek këta raste mund sjell benefite. Flas të raste mirë të kontrolluara. Pse? Për shkak se vetë fakti ku ne i evitohemi të ushqyerit dhe konzumimit të tepërt të lëngjeve, vendosjes së kriprave ndoshta në organizëm, faktorë të cilat bëjnë rritjen e shtypjes, kur agjerojmë shtypja do të jetë pak më stabile, do të jetë më ulët. Normal do të humbim ndoshta nga pak lëngje dhe do të arrijmë vlerat e tensionit arterial shumë më të mira se sa në ditët kur ndoshta ato ushqehen me rregull. Këtu kemi pastaj edhe uljen e aktivitetit simpatik. Është ai aktiviteti neuror, të cilin neve nuk e kontrollojmë dot, por kur kemi uri pak më të shprehur, i njëjta do të relaksohet, gjithsesi vjen deri te stabilizimi i kontraksioneve të zemrës, të rrahura ndoshta të shpeshta do të jenë më të qeta. Kemi përmirësim të elasticitetit vaskular. Do të thënë enët e gjakut do të jenë më të relaksuara dhe me automatizëm do të sjellin ndoshta vlera më të mira të shtypjes së gjakut dhe mbi gjithashtu kemi uljen e peshës trupore, e cila është ndoshta një prej problemeve bazë të personat të cilat kanë sëmundje metabolike. Ato personat të cilat lëngojnë edhe nga hipertensioni, por ndoshta edhe nga diabeti, si rezultati i obezitetit. Duke e pasur parasysh se si organizmi ynë gjatë urritjes ul vlerat e yndyrnave, do të sjell një reduktim të disa kilogramëve ndoshta në organizëm, gjë e cila sado që të jetë e vogël eliminimi atyre kilogramëve, do të ketë efekt pozitiv në gjithsesi në gjendjen e përgjithshme kardiovaskulare të pacientit. Terapin duhet ta marrin apo jo, dhe nëse po kur? Ato që janë për domethënë për tensionin ose shtypjen e lartë të gjakut. Ne kemi edhe persona tjerë, të cilët edhe ashtu e kanë shtypjen e ulët, ose edhe sheqerin në gjak e kanë, edhe shpesh herë domethënë bin mos them në kolaps. I bie fikt. Personat të cilat si ta menaxhojmë gjithë këtë? Çfarë do të bëjmë? Kur ti pim ato tableta, si të funksionojmë? Pikë së pari, çdo herë personat të cilat konzumojnë terapi, ajo është edhe sot një praktikë dhe do të kisha dashur t'i inkurajoj
pacientët, hajde ta quaj qytetarët, të cilët marrin terapit edhe më tutje të vazhdojnë të konsultohen me mjekët e tyre se si të veprojnë. Çdo kolegi yni fatmirësisht shumë mirë arrin të menaxhon pacientët e vet kur vije fjala te menaxhmenti i marrjes së terapisë. Çdo herë duhet kemi kujdes. Fatmirësisht sot kemi preparate të reja, pikësparit, të cilat janë ndoshta të kombinuara ku me një pilul të vetme kemi kombinacione prej 2 ose 3 barnave, gjë e cila ndoshta na i redukton nevojën për më shpesh të marrë. Konsumojmë një herë në ditë, shumica e preparateve të reja i kemi të tilla, një herë në ditë, qoftë në syfir, qoftë në iftar. Kur është më mirë, në syfir apo iftar, ata që kanë probleme shtypje të lartë? Shifëm, varësisht se cila do të jetë terapia e cila mirët. Nëse në terapinë e tyre kemi preparate të cilat do ta detyrojnë pacientin të urinojë pak më shpesh për ta kontrolluar shtypjen e lartë, rekomandohet që atë tablet, atë terapi ta konzumojnë në kohë të iftarit. Pse? Për arsye se organizmi do të ketë nevojë të kompenzon lëndje, gjithsesi të pim ujë që mos vjen deri te dehidrimi i personave në fjalë. Andaj ato persona të cilat për kontrollimin e shtypjes, hipertensionit e tyre, përdorin diuretik, të cilat i detyrojnë që të kenë ndoshta nevojë më të shpesh për të urinuar, rekomandohen terapinë e tyre mos ta pinë në syfyr. Për arsye se ku ato nuk do të pinë gjatë tërë ditës ujë, plus edhe nëse do të humbin lëndje nga organizmat e tyre, mund të rrezikojnë një kolaps, gjithsesi mund të rrezikojnë një dehidrim gjatë ditës. Andaj, kjo terapi rekomandohet të merret gjatë mbrëmjes. Një ashtu janë edhe terapitë e diabetit, ndoshta të cilët në një farë mënyre bëjnë stimulimin e pankreasit për të liruar insulinë. Edhe në këto raste rekomandohet që terapia të mirët gjatë iftarit. Do të ka zgjidhje, por do të konsultim, pa konsultim jo me mjekun, apo a mund të konkludojmë një gjë të këtij? Do të pajtohem plotësisht në këtë rast me ty se ka zgjidhje, por jo për të gjitha rastet. Prapë nuk duhet të hasë në ndonjë keq kuptim të qytetarët, ku ndoshta nga dëshira e madhe për të agjeruar do ta komplikojë gjendjen e tyre. Do të kemi raste ku për fat keq është e rëndë për të menaxhuar, nga që terapitë të cilat marrin mund të jenë më të shumta gjatë kohës së ditës. Megjithatë, të rastet të cilat ndoshta me terapia të caktuara mund të stabilizohen mund të menaxhohen gjatë ditës, mjekët absolutisht i rekomandojnë se në cilat kohë. Do të kemi raste ku patjetër se mund t'i menaxhojmë dhe nuk e rrezikojmë as pak. Në raste të veçanta të cilat ndoshta i përsërita disa herë për arsye se janë shumë të rëndësishme për jetën. Tazëm vjen pacienti i cili është i smur, qoftë me pneumoni, me të lehtë. Gjithnjë po flasim për raste pak më të lehta, për çka nëse drejtohen tek ju, mund ta menaxhojnë dhe mund shumë lehtë apo jo ta kryejnë obligimin e tyre fetar me gjithë qejf. Ata që konsumojnë antibiotik, si t'ja bëjnë? Se kemi lloj ilaçesh tani, pa përmendur emra, po ja që ka zgjidhje për gjithçka. Terapia antibiotike zakonisht jepet konform asaj se cila është gjendja e pacientit, konform cili është shkaktari, cili e ka bërë sëmundjen e pacientit. Andaj duke pasur parasysh se gjendjet infektive zakonisht janë gjendje akute dhe din të përkeçohen për një kohë shumë të shpejtë. Nëse mjeku kolegu vlerëson se mund të kemi një egzacerbim të ndonjë sëmundje, mund të kemi komplikim të ndonjë sëmundje, pacientët të cilët lëngojnë, qoftë ajo akut, qoftë nëse do t'i merr 3 ose 4 ditë, rekomandohet që të njëjtën ta kompenzojnë ndoshta pak më vonë si obligim fetar dhe mos i nënshtrohen agjerimit për arsye se në raste të caktuara terapia duhet të jetë shumë fikse. Nëse kemi ndoshta një terapi me antibiotike e cili duhet të merret në çdo 8 orë, nuk është e njëjtë nëse neve marrim 3 herë në ditë ose në 8 orë. Domethënë, marrja 3 herë në ditë nuk kupton çdo 8 orë të konsumohet ilaç dhe duhet të bëhet një menaxhment shumë i mirë. Në periudhat kur neve duhet të agjerojmë ndoshta 12-15 orë, nuk korrespondon me nevojat për ta trajtuar sëmundjen të cilën e kemi në fjalë. Andaj duhet të jemi pak më strikt kur bën fjala për mirëmbajtjen e shëndetit të plotë. Agjerimi dhe inflamacioni dhe ata që janë me sëmundje reumatike, me dhimbje të mëdha, duhen analgetik, po ja që mund ndoshta t'ja dalin. Si është komenti juaj? Për fat të mirë, edhe a keni si lloj kërkesa, pyetje, fatmirësisht a kërkojnë pacientët, po drejtohen tek ju që të menaxhojnë?
Vetë fakti i agjerimit si proces një ashtu bën edhe ndaljen e disa proceseve inflamatore në trup. Këtu zënë rol të rëndësishëm sëmundjet reumatike. Aty ku kemi inflamacione ndoshta të nyjeve si procese të ndryshme reumatike dhe agjerimi si proces, si metodologji bën ndaljen e receptorëve, gjithsesi ndaljen e inflamacioneve, interleukinëve të cilat lirohen në organizëm dhe me atë në një farë mënyre qetësohet vetë procesi në fjalë. Do të jemi pagës më të kontrolluar. Personat të cilat ndoshta me patjetërsisht duhet të marrin analgjetik të ndryshëm, të cilët mund të kenë edhe efekte negative në traktin digestiv, kur ata konsumohen ndoshta pa ushqim paraprak, rekomandohen që terapit t'i marrin mbase të kenë konzumuar ndonjë sasi të konsiderueshme ushqimore, për t'ju larguar efekteve negative të cilat mund të jenë edhe shumë serioze nëse të njëjtat merren në lugë të zbrazët. Në përgjithësi do të proceset ku kemi procese reumatologjike, qoftë ato të autoimune ose reumatologjike, vetë agjerimi në një farë mënyre ndalon inflamacionet në indet e caktuara të trupit tonë. A e dinin këtë pacientët? Po mendoj se nuk kanë qenë edhe shumë të informuar, po ndoshta nga përvoja çdo ditore në vitet ato persona që ndoshta më gjatë kohë lëngojnë prej problemeve të ndryshme, kanë arritë ta vërejnë se gjatë vakteve, gjatë periudhave kur ato agjerojnë, problematikat e tyre, ndoshta dhimbjet e tyre janë pak më të relaksuara. Kemi hasur edhe në praksën e përditshme pacientë të cilët thonë, doktor, mbase ndoshta po agjeroj dhe nuk po lëviz shumë edhe ja tani nuk kam dhimbje shumë të shprehura. Kemi asnjë gjëra, por nuk qëndron esencat e jo aktivitetet fizike ndoshta që bëhen në ditë, por ekziston esencat e qetësimi i proceseve inflamatore të cilat organizmi jonë i bën në periudha kur jemi të uritur një kohë pak më të gjatë. Po. Një këshill për ata persona që kanë me të vërtetë ju e përmendet po shkurt. Thash, ky emision do të jetë më tepër për këshilla praktike. Nuk po themi të mos agjeroni, s'kemi drejt, por ta shpjegojmë se si ta kalojmë, domethënë, edhe pse nëse lëngojmë nga smundjet të tjera, ose tani kemi mundësi, domethënë varianta të ndryshme, ata me shtypje jashtëzakonisht të urtë, që shpesh herë kemi raste kur edhe po bashkohen shtypjet, madje edhe tek më të rinj. Çfarë ndodh këtë drejtim? Çfarë duhet bën këtë drejtim? Është për të përmendur fakti se personat të cilat ndoshta një kohë më të gjatë vuajnë nga hipotensioni, ato në një farë mënyre janë të adaptuar të funksionojnë në kushte të tilla. Megjithatë në raste kur e njëjta shprehet më shumë dhe paraqet një problematik në funksionimin e mirëfillt ditor, ato raste kërkojnë rehidrime më të rregullta gjatë ditës. Andaj nëse të njëjtit nuk e kanë me patjetërsisht të nënshtrohen ndoshta temperaturave të larta, diellit, nëse mund të qëndrojnë në ambiente më të freskëta të cilat nuk do t'ja përkeqësojnë gjendjen e përgjithshme, mund të tentojnë të agjerojnë. Në të kundërtën të njëjtit do të jenë të obliguar që gjatë ditës të konzumojnë më shumë langje dhe të konzumojnë më shumë kripra për të arritur vlera ndoshta më të denja të tensionit të tyre, gjë e cila do t'i bën të funksionojnë sa më mirë gjatë kohës së ditës të cilën e jetojnë. Doktor, si e shpjegoni ju si internist tani çështjen e paraqitjes së kokëdhimbjeve? Gjatë muajit të shenjtë. Kokëdhimbjet janë një deri tek adaptimi apo çfarë, si ndodh? Se ka persona të cilët gjatë gjithë muajit të shenjtë Ramazanit agjerojnë me kokëdhimbje të mëdha pa përdorur analgetik e kështu me radhë. Çfarë ndodh me ta dhe si t'ja bëjnë? Po, shifë, truri është një prej organeve më sensitiv në organizmin tonë. Mungesa e mjaftueshme ndoshta e karbohidrateve, sheqernave, më së pari reflekton në sistemin nervor, më së pari të reflekton me dhimbje të kokës. Gjë e cila me të drejtë duhet që mbas një periudhe shumë të shkurtër pacientit personi, mos ta quaj sa herë pacienti se kjo ndodhet te personat të cilat
Janë të shëndoshë dhe nuk janë pacient, po megjithatë tash po flasim, thash mos përsëritem disa herë, t'ja lehtësoni pak atyre që janë me probleme shëndetësore dhe të marrim këshilla nga për çështje dietale ndoshta i nënshtrohen urritjes, kur një kohë pak më të gjatë nuk konzumojnë sasira të mjaftueshme të ushqimit, më së pari lajmërohen kokëdhembjet. Por ato kokëdhembjet duhet të jenë të tilla që me kalimin e kohës, gjithsesi disa ditëve, organizmi të mësohet dhe të adaptohet të jeton me atë. Në raste kur një gjë e tillë nuk korrigjohet vetvetiu ose në raste ku rëndohet gjendja e përgjithshme e pacientit, atëherë ato pacientë do duhet që të me rregull ta menaxhojnë më së pari, ta kontrollojnë se si qëndron çështja e glikemisë së tyre gjatë ditës, mos ndoshta fshihet ndonjë patologji tjetër e cila kërkon të ushqyer më të denjë dhe më të shpesh gjatë ditës, dhe normal nëse e njëjta persiston, atëherë nuk do të ishte rekomanduar që të agjerojnë personat e tillë për arsye se trupi i tyre, truri i tyre ka nevojë për të revitalizuar, për të ushqyer mirë me produkte të denja. Ato të cilat dojnë të agjerojnë dhe dinë se kanë problematika të tilla. Për shembull me migrenë. Shife, migrena në përgjithësi është një problematike cila ndoshta nuk ka të bëjë shumë me të ushqyerit, por mund ta përkeçon gjendjen, ta shkakton, të jetë një trigger faktor ndoshta për të pasur pacientit dhimbje. Andaj rekomandohen personat e tillë që në vaktet e syfyreve të konzumojnë produkte të cilat përmbajnë më shumë karbohidrate, sikur se janë hurmet ndoshta të cilat neve tash fatmirësisht i përdorim, por le të jenë në sasi ndoshta më të bollshme, dhe asesi mos t'ja anashkalojnë edhe produktet sikur si i përmenda në fillim të emisionit, sikur arat e ndryshme, bajamet e ndryshme, produktet të cilat shumë luajnë rol në mënyrën se si do të menaxhohet ushqimi i trurit dhe i tërë organizmit gjatë një periudhe të caktuar ditore. Desha ndalim edhe tek ca çështje tjera ose për ca persona të tjerë, por përmendet pra ushqimin dhe tani është bisedë spontane, apo jo, varësisht se çka po thoni ju aty edhe unë do të ndërhyj. Si e përshkruni ju një sofër syfyri? Përveç këtyre gjërave që i thatë, se e dini që ne gjithë lakmojmë brumat e ndryshme, disi është qef deri në syfir, ndonjëherë edhe rinë apo në atë gratë, gatuajnë për syfire kështu me radhë. Por nga këndvështrimi një mjeku, çfarë duhet kemi në sofrën e syfirit? Brumrat e shumta dhe gjellërat e rënda nuk janë të rekomanduara shumë në sofrën e syfirit. Konzumimi i ujit për një kohë shumë të shkurtër në sasi shumë të madhe njashtu nuk është e rekomanduar të bëhet gjatë syfirit. Rekomandohet që e njëjta të jetë në cikle pak më të shpesha dhe në sasi më të vogla. Pse do të na ndodhë kjo? Të filloj nga uji dhe do të dalë pastaj edhe të ushqimet. Për arsye nëse neve e mushim luktin ton për një kohë shumë të shkurtër me një sasi më të madhe të ujit, lukti ynë do të transmeton disa sinjale në trurin ton, i cili do t'i konsideron ata sikur se neve kemi tepric të ujit në organizëm, pavarësisht se neve do duhet gjatë tërë ditës të agjerojmë, do të merr mesazhin se kemi tepric të ujit dhe të lirohen hormonet të cilat do të duhen të zbrazin ujin nga organizmi. Andaj rekomandohen që personat mos të konzumojnë sasira shumë të mëdha në kohë shumë të shkurtër, për shkak se do ta kenë atë sinjalin për të pas nevojë të urinojnë më shpesh, të humbin më shpesh, dhe gjatë ditës do të kenë shenja dehidrimi. Andaj konzumimi i ujit le të jetë në cikle më të shpesha, po me sasia ndoshta pak më të vogla, mjaftueshëm që truri mos ta merr atë sinjalin se jemi të stërmbushur me ujë dhe mos ketë nevojë për t'i larguar të njëjtat. Në anën tjetër, sa i përket ushqimit, përsëri do t'i rikthehem në produkte, ushqime të cilat do të na sigurojnë ndoshta energji pak më të madhe gjatë ditës. Të mundohemi mos të jenë ushqime me shumë yndyrra ose gjellëra të ndryshme të cilat do të konkretizojmë, ndoshta mos jetë fasule, ndoshta në mëngjes, në syfyre, për arsye se normale do të sjell një. Na e tregoni krejt çka mendoni doktor, le duk ne patjetër, ndoshta do të jem pak popullor në rekomandimet. Tash po besoj se do të jetë shumë në
benefit të qytetarëve. Andaj gjellërat e rënda, gjellërat me shumë yndyrëra. Po mish? Edhe mishin në sasi të konsideruara, po mundësisht mos jenë mishra të fërguar, por le të jenë mishra të zgjerë, të cilat do të jenë të mjaftueshme me proteine dhe do të na ndihmojnë që mos të kemi një uri. Po të kemi kujdes edhe këto miqra kur i përgatisim mos të jenë shumë me kripra, për arsye se kriprat pastaj do të na rrisin eshtjen dhe do të na sjellin përsëri në dehidrim. Do të janë ato të gjitha mekanizmat metabolik, mbrojtës të organizmit ku truri ndoshta nuk do të mund të percepton si gjendje normale të cilën neve e bëjmë në mëngjes, andaj duhet jemi të kujdesshëm se çka po konzumojmë, për vetëm faktin se mos t'i harxojmë ose mos t'i hudhim jashtë që në orët e hershme, por të njëjtat mund të na qëndrojnë në organizëm, ndoshta ja deri në kohrat e iftarit. Sofra e iftarit, doktor, sipas këshillave të mjekut. Sofra e iftarit. Dietolog nuk jeni, po jeni mjek dhe i dini gjitha këto, se më mirë se gjithë ne i dini se çfarë është të shëndetshme, çfarë jo. Po flasim për gjithë ata që jemi në kushte normale, apo jo atë që mundemi, se gjithë duam të kemi gjithçka, po ndonjëherë edhe tepër nuk bën, apo jo. Kombinimi shumë nuk bën, sa e diu nuk është mirë, se pastaj pas iftarit po vinë tek ju pacientët, qoftë me shtypje të lartë, qoftë me shtypje të ulë, qoftë me të vjellura, e kështu me radhë. Edhe në rastet e iftarit, rekomandimet janë pothuajse të ngjashme. Unë e di se ne ndoshta u rritemi shumë gjatë ditës ose kemi etshmëri shumë të madhe. Po rekomandimet janë që procesi ushqimor të kryhet përsëri pak më ngadalë. Pse ajo? Për arsye se nëse jemi në një gjendje ku i kemi harxuar rezervat ushqimore, i kemi harxuar ndoshta një sasi të konsiderueshme të lëngjeve nga trupi jonë, qoftë si rezultat i avullimit të trupit, ndjersitjes ose shumë mënyrave të ndryshme, këta nuk duhet ti me një hof shumë të madh të tentojmë ti rikompenzojmë, për arsye se nuk është se neve aq shpejt do t'i kompenzojmë të njëjtat. Kjo do duhet të zgjat disa orë, ta them. Kur e flas disa orë, nuk duhet të zgjat iftarit disa orë, por neve procesin e të ushqyerit ta menaxhojmë që të jetë në sofrën e iftarit, po e njëjta të jetë edhe pas sofrës së iftarit. Gjatë mbrëmjes gradualisht të rehidrohemi. Jo gjitha për një herë gjatë. Absolutikisht jo, për shkak se i pari i cili lëngon në këtë rast është sistemi digestiv dhe pastaj vjen sistemi kardiovaskular dhe ai hormonal ose endokrinologjik. Andaj rekomandimet janë që të ushqyeret jenë të gradualshme, metodologjia e ushqimit të fillojmë nga ushqime më të lehta dhe më të lëngshme. Do të ta parapragatim luktin pak me produkte të cilat për ushqimet të cilat do t'i marrim. Rekomandohet të merret ndonjë ujë për fillim, ndonjë supë në formë pak më të lehtë për organizmin, e cila do ta bën një parapragaitje të denjë për luktin, për të pranuar ndoshta një ushqim në sasi pak më të rëndë në kohën e cila do të vijon më pas, por jo në sasira shumë të mëdha. Andaj rekomandohet, do të ishte më e mira, më idealja, nëse do të kishim konzumuar një sasi ndoshta pak më të vogël të ushqimit, do të kishim lejuar organizmin tonë diku 15 deri në gjysmë ore të adaptohet gjithsesi të rifilloj funksionimin e traktit digestiv dhe pastaj të ulemi dhe të konzumojmë një ushqim pak më të madh. A sugjeroni më tepër kombinime, më tepër lloje të ushqimeve, mos them me shumicë, po më tepër lloje, apo ndoshta dy gjëra sa? Si e komentoni? Është shumë e rëndësishme që mos jetë ushqimi bazë vetëm proteinet dhe yndyrnat. Neve duhet të mbajmë llogari për gjitha produktet, për gjitha materiet ushqyese të cilat neve duhet t'i vendosim. Neve shumë shpesh i harrojmë pemat ndoshta për t'i konzumuar, qoftë në kohën e syfyrit ose iftarit, të cilat janë ndoshta burim kryesor për karbohidratet, jashtë urmave të cilat i përmenda. Ndoshta janë të rralla, sofrat e sodit janë të stërmbushura me mishra, janë të stërmbushura me ushqime të ndryshme, por duhet ta kemi parasysh se ata nuk janë substancat kryesore të cilat ushqejnë organizmin. Janë një pjesë e substancave të cilat e ushqejnë, megjithatë kemi edhe shumë materie. Andaj rekomandohet që sofra sipas mundësive të jetë, nuk do të jetë luksoze, nuk do të jetë shumë e shtrenjtë. Ndoshta 1 kilogram molla ose 1 kilogram i ndonjë peme tjetër nuk është edhe aq shumë e shtrenjtë për një javë. Sa do të kishte mundur një person të hanë gjatë javës ose një familje
Megjithatë le të jetë e lloj-llojshme me produkte të ndryshme, mbase jo shumë në sasira të mëdha, jo në ndonjë luksos të madh, por që të mund t'i mjaftojnë nevojat nutritive të organizmit gjatë ditëve të cilat agjerojnë. Mos të harrojmë këshilla për gratë shtatzëne të cilat agjerojnë. Po, gratë shtatzëne janë një... Që agjerojnë. Nuk do në hymë çështje agjerojnë duhet apo jo, po që agjerojnë. Cilat janë këshillat e juaja si mjek? Unë ndoshta si mjek do të hyj edhe në atë pjesë a duhet ajo, sepse edhe në aspektin shëndetësor gjatë shtatzënisë, po edhe gjatë gjithëdhënies nuk rekomandohet agjerim, posaçërisht jo në ato muajt e shtatzënisë ku vetë fryti ka një shpejtësi më të madhe në zhvillimin e tyre. Nuk guxojmë neve ta rrezikojmë frytin qoftë në aspektin e dehidrimit, qoftë në aspektin e mungesës së produkteve ushqyese të cilat do të jenë shumë të rëndësishme për të zhvilluar ai fryt për një kohë të caktuar. Do të kemi një periudhë kohore në të cilën neve duhet të arrijmë një zhvillim të denjë të fëmijës i cili ndodhet ndoshta në barkun e nënës dhe neve nuk duhet ta stagnojmë atë proces si rezultat i mos ushqyerjes së rregullt. Andaj gratë, nënat të cilat janë ndoshta shtatzën, posaçërisht pas 3 mujorit të parë, atëherë rekomandohet që ata të ushqehen me rregull. Për shkak se frytet të cilat ata i mbajnë duhet të zhvillohen mirë dhe duhet të lindin të shëndosh. Në asnjë mënyrë mos të rrezikojnë vetë jetën e asaj e fëmijës të cilën e mbajnë në vete, qoftë si rezultat i dehidrimeve, ose si rezultat i ndonjë hipoglikemie, ose rezultat i mungesave të ndryshme të produkteve ushqimore, të cilat janë shumë të nevojshme për zhvillimin e frytit. A keni këshillë për ato gratë që janë shtatzëne që agjerojnë? Gratë të cilat agjerojnë, me patjetër të bëjnë kontrollat e rregullta, me patjetër mos ta mbingarkojnë veten shumë. Të jenë të kujdesshme, mos që nënshtrohen aktiviteteve të mëdha fizike mbi të gjitha gjatë kohës kur agjerojnë, nëse vetë se kanë filluar të bëjnë një gjë të tillë. Mos t'i ekspozohen kushteve të nxehta, mos të qëndrojnë në ambiente të nxehta, të cilat do të dinë të sjellin ndoshta dehidrime. Në momentet më të vogla, kur do të shohin se gjendja e tyre nuk është shumë e mirë, le të ndërpresin procesin e agjerimit. Le të fillojnë le të ushqyhen, për arsye se mbi të gjithash frytin të cilin ata e mbartin në vete ka rëndësi ndoshta shumë më të madhe, si në aspektin shëndetësor, po ashtu edhe në aspektin fetar. Shkojmë me ato që janë dhe japin gji, ose më kojnë poshtje, që vendosin të agjerojnë. Mua më donë këshilla, se unë nëse ju pishë mjek, ju do thoni normal, mendimin e juaj se nuk duhet. Por megjithatë, ja më duhen këshilla për gratë që janë me foshnje, u japin gji dhe kanë vendosur të agjerojnë. Okej, nuk do të jemi shumë të prerë ndoshta në këtë rast, posaçërisht nëse nuk bëhet fjalë vetëm për fëmijë të moshës ndoshta 1-2 mujore ku krucialisht e thithura e gjinit, mënyra të ushqyerjes thithja e xhirit. Në raste ku personi në fjalë, gruaja në fjalë, vërejnë se ka mungesë të gjithënjes, do të nuk ka laktacion të mjaftueshëm, ajo ka nevojë patjetër për të ushqyer, për të konzumuar ushqime, e cila do të ndihmon laktacionin, e cila do të ndihmon krijimin e qumshtit për ta ushqyer fëmijën e tyre. Pavarësisht se neve sot ndoshta kemi produkte të ndryshme të cilat mund ta kompenzojnë qumshtin e nënës, por duhet t'ua potencoj se kualiteti nuk është i njëjtë. Atë të cilën një fëmijë e merr prej xhirit të nënës, prej qumshtit të nënës, në asnjë moment nuk mund ta kompenzon me produktet falë që i kemi, shumë mirë që i kemi, por nuk është e njëjta. Është alternativ, është alternativ ka ato raste ku nuk kemi mjaftueshëm, por qoftë në aspektin imunitar të përcjellje antitrupave të cilat ju bëhen fëmijëve, dhe mënyra se si ato do të ushqehen me xhirin e nënës absolutisht nuk është e njëjtë. Andaj nuk do kisha dashur që gjithë anëset, posaçërisht nëse kanë fëmijë të vogël, të bëjnë një ndoshta nuk do të jem edhe aq rigoros që të ndërprihet ndoshta për çdo herë gjithënja të ato, po mos ta rrezikojnë se si zhvillimin e denjtë të fëmijëve të vet. Sa agjerimi ndikon në rregullimin e cilësisë së gjumit? Edhe këtë kam dëgjuar se ndikon, ka benefite, pastaj edhe për ankthjet e ndryshme. Është shumë karakteristike se gjatë procesit të agjerimit
trupi ynë liron edhe hormonet të ndryshme. Liron disa hormonet të cilat konkretisht bëjnë qetësimin e organizmit. Me ato sjellin edhe në një farë mënyre qetësi të karakterit të personave dhe e përmirësojnë të fleturin. Ndoshta në kohrat kur pak neve arrim ato hipoglikemit ose harxhimin e rezervave, fillojmë që të ndjejmë lodhje dhe lodhjen tim të reflektojmë shpesh edhe me agresivitet ose ndoshta edhe me ndonjë sjellje të jo mirë të kontrolluar, po ajo vjen vetëm si rezultat i mungesave të mëdha të produkteve ushqimore. Por në esencë gjatë agjerimit, hormonet të cilat lirohen në organizmin tonë, se agjerimi në vetveti sjell dhe ndryshime hormonale, si të rregullime hormonale, kemi gjendje më të qeta të gjumit, në një farë mënyre edhe mirëqenjes shpirtërore në muajin kur agjerojmë. Jemi ka fundi emisioni, doktor. Si është gjendja në ordinancën tuaj? Tash, gjatë muajit të qetë Ramazani. Çfarë krejtë? Çfarë probleme shëndetësore tani? Në fillimet e edhe pas iftarit. Po. Sepse për kujdesari nuk mund t'ju pyesjuve sepse janë poliklinika. Po, punktet e kujdesarive. Në periudhën që jemi ende dominojnë virozat e ndryshme, ata flas në pjesën e mjekësisë primare, aty ku vazhdon të ndoshta menduam se do të përfundojmë pak më herët, po jemi në fund në proces e sipër të përmbylljes së ta kisha quajtur sezonit së gripit mbi të gjithash. Po gjatë kohës së agjerimit, nëse flasim se cilat janë rastet të cilat na vinë, janë hipoglikemit, të cilat i kemi ndoshta gjatë ditës dhe janë dehidrimet ato të cilat na vinë gjatë ditës. Gjatë ditës. E se juve ju ka përari dhe pas iftarit? Në periudat pas iftarit janë ato problematikat me dhimbje të lukthit, hipertensionet e ndryshme, krejtë si rezultat ndoshta i pakujdesshmërisë në mënyrën se si neve kemi filluar të ushqihemi me njëherë në momentet kur kemi hyrë në kohën e lejuar për të konzumuar ushqim. Andaj edhe ishin ato këshillat të rekomandimet që të ushqyerit mos jetë shumë i shpejt dhe me sasira shumë të mëdha, që mos të kemi pasoja në sistemin qoftë gastrointestinal, qoftë atë kardiovaskular. Të jemi pak më të kujdesshëm që të mund ta gëzojmë një muaj në mënyrën e plot kuptimin e fjalës, ta gëzojmë të njëjtën. Krejt për fund, doktor, çfarë është ajo që me të vërtetë kishit dashur të ndani me shikuesit e emisionit ton Provita, si internist dhe si e që ka të bëjë me këshillat që të kemi një agjerim të sa më të shëndetshëm, më të lehtë. Patjetër. Unë mbi gjithaj do të kisha dashur të potencoj se çdo organizëm është unik. Çdo organizëm e ka specifikat e veta dhe këshillat më kryesore çka do të kishin rekomanduar janë që personat të cilat kanë vendosur të agjerojnë në përgjithësi të konsultohen me mjekët për gjendjen e tyre të përgjithshme. Duhet patjetër të potencoj se mjekësia interne agjerimin e sheh si një mjet potencial terapeutik, po jo një zgjidhje të domosdoshme. Andaj personat të cilat janë të shëndetshëm dhe janë me një mirëqenie shëndetësore, le të kyçen procesit të njëjtë, nga që ka dhe benefite shumë të mëdha të cilat i përmendëm në proces e sipër. Po le të jenë shumë të kujdesshëm që mos të lejojnë të dehidrojnë. Le të jenë të kujdesshëm se çka do të ushqehen dhe mos të sjellin ndoshta në një farë mënyrë mos ta përkeqësojnë gjendjen e tyre shëndetësore personat të cilat duhet të marrin terapitë e rregullta kronike gjatë ditës në të cilën do ta agjerojnë. Doktor Benjamin, ishte kënaqësi që kemi në studio sonte. Ju faleminderit që na i dhat këto këshilla dhe besoj ata të cilët na ndoqën do i zbatojnë gjitha këto këshilla që na i dhat. E ne me shpresë që sërish do shifemi për temat të tjera, sepse emisioni edhe më tej vazhdoti do vazhdon. Këtu do ju përshëndes juve, duke dashur të ju përshëndes edhe shikuesit. Ju faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi dhe uroj që këshillat sado që të kishin qenë ndoshta të shkurtra, të jenë produktive për masën e gjerë. Besoj që po, qëllimi ishte ky, do të thotë po.
Shikues të nderuar, kaq për këtë emision. Me shpresë se patë çfarë të dëgjoni dhe do i zbatoni rekomandimet e mjekëve. Unë ju përshëndes dhe edhe një herë ju uroj agjerim sa më të lehtë dhe gjithsesi dhe para se gjithash të pranueshëm. Kaq për sonte, shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.